Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtunë dile. Check it out. Titulli i kampionit në Superligën e Kosovës tashmë është siguruar nga skuadra e Dritës, edhe pse ka mbetur edhe dy ndeshje për të zhvilluar apo dy xhiro. Ekipi i Dritës pas 5 vitesh e rikthen titullin në Gjilan dhe arrin titullin e 4 në histori të klubit. E njëri prej protagonistëve kryesor të ekipit të Dritës e kam këtu në studio për me diskutuar për sezonin, por edhe për ambicet, sepse na presin edhe garat evropiane, është Almir Ajzeraj, i cili kam kënaqësi me pas në emisionin në studio. Jo, në faleminderit shumë, sfari është kënaqësia ime me qenë prezant në studio me juve. Sa i përket titullit kampion është diçka që e presim domethënë që 5 vite. Unë kam qenë edhe para 5 vite kur na bë kampion, edhe ka qenë ndjenjë e mirë edhe normal, edhe në të futbollit jam ndjenjat më të bukura në botë. Po për fillimit sezonit, domethënë objektivi u kon i qartë i klubit edhe i trajnerit edhe gjithë lojtarëve që me arrit titullin kampion. Paka shumë, Almir, ekipa u kon, ose brumi kryesor u kon që e përmende me lojtarë ose boshti, me lojtarë cilët edhe si vjetë kanë fitu, këtë sezon e kanë fitu, por edhe pa 5 vite. Normal ka pas disa ndryshime, po gjithsesi a është kjo një prej arsyeve pse Drita si vjet ka qenë shumë stabile gjatë krejt kampionatit, domethënë 80% të kohës u kon në vendin e parë nis prej xhiros para. U kon kjo të mqelsi kryesore, normal ndoshta edhe trajneri i cili këtë sezon u kon prej fillimit se sezoni e kaluar ka në gjysmë sezonit. Po normal, trajneri kur prej fillimit sezonit është një arsye më e fortë që edhe po mendoj edhe është ma e lehtë për të se e bën ekipin, e ndërton ekipin për fillimit, i shpreh ato taktikat, ato dëshirat e tij dhe tani arsyeja tjetër mendoj që është normal edhe përvoja dhe boshti i skuadrës pothuajse është i njëjtë si sa vite dhe ka një kohë gjatë që luajna bashkë dhe besoj që këtë vjetor në shprehje shumë këto tipare domethënë të ekipës, përvoja, cilësia, kualiteti. Edhe besoj që me rritjen a shkollë kampion. Pa diskutim edhe prej sezonit kaluar Almir Drita kon aty, domethënë deri në xhirin e fundit, para fundit nuk është ditë kampioni si vjet, s'keni lënë rast me ndodh që kjo domethënë deri në xhirin. S'kena lënë hapësirë me gabu, mendoj se normal që 2-3 vite, më thëmë 4 vite jena kon shumë ofër, deri në xhirin e fundit, po gjithmonë ka mungu diçka në fund, ndoshta edhe lëndimet, ndoshta edhe jo konkurrenca shumë e madhe brenda ekipës, besoj që si vjet kanë qenë ekipa me konkurrencë mjaft madhe dhe normal ato detajet e vogla nuk i kena lënë se viteve të kaluara, po i kena përkushtuar maksimalisht edhe nuk i kena lënë me ndodh ndonjë befasi. Mirë, tash këto dy xhiro nuk ka që kanë shumë rëndësi kuptimin për Dritën përveç se me i përfundu edhe mos me u lëndu që është shumë e rëndësishme. Na presin garat evropiane, diçka që krejtëve na gëzon pjesëmarrja e krejt ekipeve tona në Evropë. Prej dallim prej viteve të kaluara e dim që nuk është që ka pas themi kështu shumë fat Drita, për shkak që është ballavaçur realisht me ekipe me buxhet më të madh, me përvojë më të madhe në gara evropiane gjithçka tjetër, por që paraqitjet e mira nuk kanë mungu. Me pas pak fat Drita në short, ku është edhe pse është në shtashtir me parashiku, po duke di që cilësi sigurisht na e përforcim në ardhje, besoj që janë do plane më konkrete ndoshta me qenë grupe në Conference League të paktën. Po realisht unë si futbollist i kësaj ekipe mas pari mendoj që kryesorja është me rujt me majt ekipën që është tash. Edhe normal që konkurrenca është e mirë se ardhën, presim përforcime që janë cilësore, ato i din kryesia normal edhe shefi trajneri. Edhe po besoj që nëse majm ekipën edhe arrim me përforcime të mira, mendoj që tash nuk du me thonë kena me grupe a diçka, po besojmë që si vjet kena me pas fat edhe në short edhe kena me arrit ma naltë se hera tjera në Evropë. Po tash të shohim edhe shortin, se atë është punë e fatit. Të shpresojmë që kësaj radhe, ndoshta në herë bashkë me ekipin më i dop mundet me të befasu sepse po gjithsesi në Evropë nuk ka kundërshtar të lehtë, normal në Champions League kena me luajt për rundit parë edhe aty domethënë kena me luajë me kampionët e shteteve tjera, kur në momentin që je kampion nuk ka ekip dot pas lehtë, ama për kushtimin edhe fazën edhe këtë na e bojmë maksimalisht, atë na e bojmë. Hizmetin ja bojmë tani, shpresojmë edhe fatin na përcjell edhe shpresojmë që rezultatet me kon
të kënaqshme si çdo vjet në Evropë, kësaj herë sholla edhe më shumë se vitet tjera. Patjetër. Çdo sukses ekipor në rangun evropian na ndihmon edhe në ratingun e ligës edhe ngritjen për shembull në aspektin kështu matematikor, 4 skuadra dalin në Evropë ligës sonë që i bie 40% të ekipeve që na japin mundësi edhe me tregu edhe lojtar po edhe futbollin e bukur. Mirë, Almiro në shakun vret në sanë edhe prej terrenit është që sidomos këtë pjesën e dytë kampionatit ka shumë ndeshje, domethënë lut mërkurën, lut tetë, lut hanën, lut diellën, për shkak edhe të kupës, po për shkak edhe sistemit garave që është i ngjeshur me 36 xhiro. A është mësu të them kështu komplet edhe organizimi edhe klubet në përgjithësi, po flasim këtu për dritën me këto lojë të shpeshta regenerimi se ka të bëj shumë se më herët kom pak më ndryshe. Ke luajtur një lojë në vikend tani derisa kupa ke pas më shumë kohë për më regjeneru. Pra, në përgjithësi, duke nisë për dritës, a është mësu, sepse kjo mendoj që është në një fazë profesionalizmi, që është luajnë edhe ekipet në Evropë. A janë mësu me çet Po sistem? normal tash e sa vite domethënë drita ka kallëzu një organizim të mirë felt edhe besoj që shihen edhe rezultatet edhe mendoj që normal janë mësu me këtë ritëm të ndeshjeve edhe po mendoj që fakti kryesor që vjen edhe te puna e lëndimit edhe ngarkesave bojnë më shumë të fushat sintetike, se normal kur luajnë në ambari natyral regenerimi është më i shpejt, edhe gjithçka është më e lehtë, po kushtet që i kemi në Kosovë janë këto që janë edhe do të më përshtat me ambientin që është, po drita i kushton vëmendje shumë të madhe regenerimit, i kemi normal edhe fizjet edhe doktorat edhe trajnerat kondicionale ato që i din mjaft mirë të sen edhe më rrin gati në këtë aspekt. Krejt lojtarë thonë, flas Kosovës që rritë në futboll Kosovës, masi po përmendin që ndihen shumë mirë kur janë pjesë e dritës. I përmend është disa arsye, po a ka edhe një arsye tjetër që ti si futbollist një kohë gjatë, domthonë afërsisht 5 vite e më shumë në pjesë e dritës, çka e bën që kjo që një lojtar njihet mirë kur e vesh fanellën e dritës? Po normal Mos përveç na kallzat thusin sekret, po jo, sekretet këtë pjesën tonë. Po normal përveç organizimit korrekt klubit për presidentave poshtë, mendoj që arsyeja kryesore janë edhe tifozët, atë tifozët intelektual të cilët i përshëndes shumë. Edhe mendoj që arsyeja kryesore që japin atë ngrësinë lojtarë janë tifozët, fanellën të bojnë me dashtë. Edhe vetë qyteti i Gilanit janë qytetarë që janë shumë dashtën edhe mikprica shumë, besoj që ke dëgjuar edhe ti edhe vetë kam përjetuar, komentime vinë, të folën, s'lojnë as me pagu, domethënë. Jo, shumë mikprica janë edhe domethënë ta japin atë ndjenjën si me kon shpesh me kon pjesë e familjes edhe ndeshta apo s'deshte ti edhe ç'më thon edhe me ndjenja edhe përjeton më shumë atë fanellë edhe normal që e jap edhe maksimumin tani edhe është vështirë edhe mu largu pi aty, është shumë vështirë, po është diçka e bukur, është diçka që e uroj secili lojtar me përjetu se janë ndjenja të mira, sidomos kur shpollosh kampion. Mendoj që është diçka që nuk përshkruhet edhe shpresoj të na përcjell fati i mirë edhe në Evropë që ta përjetojmë hala më shumë. Shpresoj një jetë mirë. Cila ka ndeshja më e vështirë ose më e mira për ty edhe në aspektin individual, po edhe në ato ekipor që aty jeni edhe ti personalisht për çdo sezon, domethënë ta mi kompletum që të kuptojmë. Ndeshja më e vështirë, e cila ka dalë me rezultat pozitiv për Juve, e cila masani pak a shumë ndoshta ja u ka ndryshuar atë mënyrën e organizimit për me menu, më shumë me pushu lojtar kryesor, mu përgatit dal nga dal për Evropë kështu me radhë. Po ndeshja më e mirë me thonë edhe më e vështirë normal është me konkurrentin direkt në Ballkan. Pe 4 ndeshjeve me ta kemi 3 fitore, po besoj që ai fitore janë Suarek që na fituan nëse më mend 2-3. Atë ndeshje kam shënuar edhe gol, edhe besoj që ajo ndeshja më e vështirë, po edhe më e mirë për neve, se aty e kena bën ndoshta atë hopin, atë ndarjen e pikëve, kena shkput pa pe skuadrës Ballkanit, dhe mendoj që sa i përket kampionatit vendor ajo ndeshja më e mirë dhe më e vështirë. Më e vështirë, mirë. E përmendë që në ndërkohë domethënë arsyet edhe pse je pjesë e dritës, çto ndeshjet në Evropë që të presin edhe paraqitet që unë besoj shumë që kanë me qenë nivelet shumë të mirë, cilat e din më bëu dhe ke bën të kalumën, apo pret që më bune ndryshim në karrierën tonë. Për Kosovë paka shumë tregove që nuk besën që ndoshta bën ndryshim, po nuk i dihet edhe ofertave sigurisht, po flasim tash në përgjithësi, çush është plani për verë. Po besoj që mas Evropës paka shumë ndryshojnë sanat, edhe nuk e di çush me kontrata e ki dhe deri në fund. Kontrata aktualisht kam edhe një vjet. Okej, do të thonë jam kontrat, po normal për Evropë se cilli futbollist
me menon në Evropën, atë në ka dëshirë edhe qëllim. Po pionës temën e punoj maksimalisht çdo ditë që të jem sa më afër Evropës dhe shpresoj që me paraqitje pozitive si unë si ekipa me shku përpara tani normal. Presim ndoshta edhe ndonjë ofertë ndoshta. Çka të vjen mirë se ardh, normalisht. Interesime ka mjaft shumë edhe nga jashtë, po tash presim. Normal, tash është kjo koha që edhe paraqitjet në Evropë bojnë të vetën edhe të japin në plus, po edhe në anën tjetër komplet kjo eksperjenca që e ke pas ndër këto vite sigurisht që japin edhe ka kërkesa në drejtim të dritës. Mirë, çka po duam me diskutu pak Almerë që është besoj shumë e rëndësishme, vetë ke përjetu natyrisht që ndoshta kur e ke nis futbollin ose kur e ke po bashkëtar dhe kur ke fillu nuk ka pas ndoshta që kjo drita në fund tunelit që po e shohim. Tash është mundësia e transferimit, është mundësia me pa lojtarë, është mundësia me lut me një ekip, mundësia me fitu mirë në futbollin e Kosovës sepse më herët dim lojtarët nuk kanë mujt ndoshta me jetu prej futbollit. Me na bëni krahasim, a ke mendu në herë që të paktën në Kosovë mundesh me jetu mirë prej futbollit. Jo vetë, po është tek klubet kryesore marrin paga të majme, domethënë paga të mira për standardin tonë. Po fillimisht kur ja kam nisë si fëmijë i futbollit, e kom pas veç pasion, domethënë dashni e kom pas secili. Edhe hobi normal, edhe tu rrit, tu servit, tu i pas sanët, e kom pas që po rritet futbolli, edhe normal futbollistat e gjeneratës të kalume kanë qenë arsye kryesore që na kanë shtyrë edhe neve me vazhdu me punu, se kanë pas cilësi mjaft madhe dhe mendoj tu shku në stadium tu e po cilësinë, tu e pëlqej lojën më shumë. Në kanë shtyrë edhe neve halo më shumë e punu edhe normal një ditë e kom prit që kam më bu futbollin këtë nivel, po ndoshta jo që kaq shpejt, po besoj që kam punu shumë njerëz të nis për federatës e të klubet e të gjitha dhe besoj që kanë ndiku me rrit cilësia dhe futbolli edhe pagat edhe gjithçka. Edhe po besoj që nuk kam monol vetëm kaq, kam e vazhdu halo më shumë rrit edhe si cilësia si stadiumi si gjithçka kam e shku me u rregullu edhe normal besoj që gjeneratat e reja halo më lehtë kanë me pas që edhe me menu për transferim jashtë, ndoshta edhe mos me menu sepse ja vlen edhe në Kosovë me kon futbollist profesionist i ekipë Superligës, merr një pakë të mirë që e përballon mjaft mirë themi standardin në Kosovë. Po. Një lajm i mirë është që këto ditë ka dalë edhe është marrë vendimi që ka me nis rindërtimi ose them renovimi i stadiumit të qytetit Xhilanit, ka pas shumë burokraci politike, cila ato në kur nuk e vërzi në emisionin këtu në Sporton, po është lajm i mirë, edhe çka do të thotë duke ditë ekipit ndjenjën e të qenurit lojtarë i dritës, çka do të thotë për lojtarët, por edhe për tifozët që besoj ju kanë munguar. Në stadionin që është në Dems, themi me bare sintetik, kanë mujtë me nxon hajde 200-300 vet atu ngushtu as 200. Edhe kjo ka zvoglu nështë atë pasionin e vërtet që kanë qyteti Xhilani në përgjithësi, sepse keni një rival drejt për drejt që është Xhilani që e bën atë ndeshjen derbin më të bukurin edhe në rajon, më thon. Çka do thotë për ty si lojtar, sepse ndoshta ka më shku në fazë, ndoshta deri në vjet e gjys nuk e di se e dim që na shkon politika as po ima ne, po të paktën është një lajm i mirë më në fund. Është një lajm i mirë, po akoma s'është që më besu. Deri sot është. Është pothuajse 6 vite që jam pjesë e dritës edhe që sot që nesër. Edhe mendoj që çdo muaj më zdëm, çdo 2 muaj, çdo 3 muaj gjithë ka pas një lajm të mirë, tani ka dalë një lajm i keq edhe kanë ndalu punimet, po shpresoj që ka me kun për një me kësaj radhe, kanë me marrë seriozisht edhe me ndërtu sepse shihet në derbin e qytetit, që nuk është derbi i shtetit, është derbi i Kosovës edhe më gjerë, po i ka up jeshia më stem, po uzbe, sa dhe pak, sepse sinxan tifaz nuk organizimin, na mungojnë intelektualt, ata janë konë në stë praneve të stadiumi me bori natural, tash të stadiumi me bori sintetik, nuk ka as vend edhe kur dënë me orë, dhe po besoj që nëse ndërtohet stadiumi ka me konë alo ma mirë edhe për dritën, po edhe për klube tjera, sepse rritet edhe futbolli, rritet shikueshmëria edhe është diçka që sjell anën pozitive në gjithë futbollin e Kosovës, jo vetëm na. Edhe jap mundësinë është edhe në gjenerat e kombëtarës me lut, sepse po pritet me qenë me një standard pak më të lartë, se dim që na pret në organizim ka gjë rëndësishme 2030, po kena me net gati me kështu që po shkojmë punime do na më shkon në Xhilan me përcjell patjetër Albanin. Me Albanin realisht njëna prej mamate para se më fund politik se ka lut basket, edhe kom pas mundësi me lut kundër tij. Mirë,
Almer kom qef, zakonisht edhe ves mysafirët që janë sportistë aktiv normal, me na tregu rutinën e tyre, ditore të një sportisti, sepse nuk mjafton vetë treningu në ekip, domethënë do të më pas një ushqim të mirë, një pushim të mirë, një regenerim. Po çush është tamam një rutinë ditore, po flasim kur janë kampionat, jo çfarë që ka më shumë hapësira pushuese, po gjatë kur janë nis kampionati çush është rutina e Almirit. Zakonisht rutina jam besoj edhe çdo futbollisti se tash secili që luan Superligë e ka në jetën e profesionistit, besoj se shihet në fush performanca. Sa ka rëndësi domethënë ushtrimet, kanë rëndësi edhe pushimi edhe ushqimi që janë determinuese për një futbollist. Normal kur zgjohem mëngjes e kemi obligative mëngjesin. Është mos them e padiskutueshme, është elementare. Pastaj dallon nëse kemi ushtrime mas dite, besoj që në mëngjes mas mëngjesit shkojmë fitness pak. Nëse kemi ngarkesa diçka mujna me përdorë edhe pjesën e spas sauna, pishinë këtu për regenerim. Nëse nuk kemi ngarkesa, secili besoj shkon fitness minimum gjysore deri në një orë. Edhe pastaj kthehet me punë, vazhdon me drekën, pastaj ushtrimet, mas ushtrimeve apet shkon pushime, shkon darka dhe në fund normal pushime, që besoj secili futbollist orën 11 maksimum 12 natës veç pushon. Veç do të më ra me flet mirë. Po normal futbolli ka sakrifica, kupton? Se pa sakrifiku diçka nuk arrin në ato të mirën, kështu që është shumë normale të na është diçka e përditshme, po unë kam dëgjuar edhe për njerëz edhe për shokëve që thonë hajtë se ti let futboll, luan që atë. Është diçka që nuk është e lehtë. Kondicioni se në fiton që është e lehtë. Jo, edhe është sakrificë e den çdo fundjavë kemi ndeshje, tash sa vite prej vogël domethënë shtu në dile se ekzistojnë. Se nëse dite që luaj futboll non-stop, nuk ekziston dhe na fundjava, tash edhe mes javë kena luaj, kështu që mos them në ditë njava s'kena pushim, s'kena fare. Për pas në tash verës pak para ndeshjeve të Evropës mundi me pas në shtanë një javë dhe s'ka pushim për neve. A është e mërzeshme që jetë Almer? Jeta e sportistit e përmend, është do të më qenë shumë e disiplinuar, për shembull, e kemi një rast që mundna ose me diskutojnë dy raste për menimin tam të sportistëve që janë ekstremisht të disiplinuar, që është LeBron James në një tam edhe Cristiano Ronaldo. Domthonë këta i kanë thyr besoj edhe barierat e moshës ose barierat e trupave të njerëzve normal, domthonë për shkak që janë edhe të etur për çetun, domthonë ata nëse në shtëpi bujnë 50 barkut skleka. Po a është e vështirë që shtu me mojë, se për shembull çu tha 20 vjet është rutinë se ushtris. Na herë normal ki me thy gjatë një javë, gjatë një 2-3 ditë. Po prapë është janë 2-3 ditë, janë 4-5 ditë që më shkon deri, hajde 7 ditë. Që kjo është interesant besoj me na tregu perspektivës tonë. Po a den qysh, mendoj që si te Ronaldo, si te LeBron James është diçka që nështë nuk e bën secili, se është disiplinë, nuk është disiplinë diçka pa të shkurtë, apo kupton, 1 vjet, 2 vjet. Atë të njëjtën do të më koni disiplinu me mri në atë nivel fizikisht, se tani edhe për cilësi edhe për fatjen tjera sene. Po sidomos disiplina ka të bëjë shumë, po është diçka që më thonë është e vështirë, po është diçka që të bëhet pjesë e jetës edhe ti e pranon jetën edhe mësosh me të, e pranon edhe vazhdon kimi jetu me çat sen, normal, për neve është nështë edhe kënaqësi se normal. Është kënaqësi për neve, po për familjen tonë nuk është bashkë mirë se mungon gjithë ato mungon gjithë. Çdo, mos them çdo mbledhje, çdo organizim, ditëlindje, gjithçka mungon atë. Te den edhe vetë për jetën, edhe besoj që për familjen tonë një mungojnë, po na kuptojnë. I kena mësu. Kada ka dole për morëm në stadion që me na ditë pak. Për që ata shpresojmë që stadiumet më rregullu që me konë të paktën prezent çdo ndeshje, se kur është stadiumi mirë, e sidomos nëse kena me pas ndeshje që luan ndryshimin e reflektorëve, është hala më mirë se e përjetojnë edhe më mirë edhe është më bukur, është tamam evropian. Këto besoj kanë më shiju sidomos në Evropë, për shkak që veç në stadium e kemi edhe kanë zhvillu në kryeqytet, dhe jam shumë i bindur të gjitha ekipet që kanë me marr pjesë, kanë me luajt aty, po besoj që nuk kanë me mungu edhe atmosferat e mira prej tifozëve, po edhe për qytetarëve, se kur është e hapur vinë njerëzit që ndoshta nuk e simpatizojnë ekip, po vinë me pa futboll sepse po përfaqësohet tek e fundit shtetit. Mirë, Almer, krejt përfund, çka është një porosie jotja për prind që ndoshta kanë çto dyshime që e përmendëm. Sani më i keq është kjo infrastruktura që pritet me rregullu tash, amas 3 vjetë, amas 5 vjetë, janë çështje të më shumë politike, po nëse thonë jo ftoftë është me lyt
domethënë ndihmën e futboll, peçë në sport në palestër, çka i thot Almi, domethënë këtu kur e rumbullaksojmë që me ditë që mundet me jetu që e përmend edhe për futbollit. Po tash nuk e di sa janë të informuar prind edhe gjenerata e vjetër. Nuk e di sa janë të informuar, po është diçka që ja vlen, domethënë do të me dërgu djalin apo vajzën apo më merr me një sport, e sidomos me futboll është. Mendoj që sporti më i mirë në botë edhe më i shikueshëm, diskutohet aty edhe është diçka që ja vlen edhe për anën fizike të fëmisë, po edhe për anën financiare, sepse ndoshta për momentin nuk janë fushat më të mira aty në rajon. Po janë të shku të përmirësu edhe tamam besoj që me kohë kam arrit edhe djalë apo vajza me përjetu një fushë të mirë, një stadium të bukur edhe sidomos ana financiare kam e shku veç të rrit edhe besoj që ja vlen, se është diçka shumë e bukur, shumë e mirë edhe për fëmin. Edhe sidomos nëse bën ato që e don, është besoj arsyeja është fitimi më i madh që aty është, domethënë fitimi më i madh se gjithkush janë nis me mirët me diçka që e don, edhe pastaj ajo kthehet edhe në profesion që është ka vlerë hala më të madhe edhe diçka që normal, edhe për cilë krejt jetën. Edhe diçka që më kujtu krejt në fund, me na tregu një parashikim për Champions. Inter apo Paris Saint-Germain. Se ku me bu një domethënë ndarje të mysafirëve, çka po parashikojnë? Po kjo pyetje e vështirë, po unë nuk e di, Interi luan futboll, ç'më thonë, edhe agresiv, edhe janë disiplinuar shumë, edhe shihet që është dora trajnerit aty, ka një skuadër me konkurrencë të madhe. Shpresoj Interi, edhe pse Parisi volon futboll të bukur, po shpresoj edhe besoj që Interi ka me fitu. Edhe unë. Faleminderit. Ishim me Almir Ajzeran, me futbollistin e ekipit të Dritës, ekip që ka dalë kampion si vjet në Superligën tonë të futbollit. Sigurisht një sezon shumë i merituar, pasi që gjatë krejt sezonit kanë bërë paraqitje të mira ekipisht edhe kanë na përfaqësuar në garën e Champions League-s. Shpresojmë që kësaj radhe të jetë edhe fati në short për ekipën e Dritës, e po ashtu ta kemi minimum të kemi 2 ekipe pse jo në fazat e garave evropiane, sepse janë ngrit edhe në aspektin e ligës, po në aspektin financiar. Kështu që të falenderoj shumë Almir që ishe pjesë e emisionit edhe besoj kemi u taku prapë bashkë. Faleminderit nasia ime edhe shpresoj që të ardhmen të kena u taku ala më shpesh. Patjetër. Edhe një herë pra ishim me Almir Ajzeran, me cilin diskutuam pra për ecurinë e kampionatit e respektivisht për ecurinë e Dritës gjatë këtij sezoni që ka rikthyer titullin në Gjilan, ka arritur pra pas 5 vite të shpall kampion, ka fituar titullin e 4. Ka të përket kësaj interviste takumi pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.